Përshëndetje. Historia që do të dëgjoni sot është e mbushur me dramë, emocione të forta dhe dilema të mëdha morale. Është një tregim që prek kufirin mes detyrës dhe ndjenjave, mes ligjit dhe zemrës. Një oficer policie, i cili ka kaluar gjithë jetën duke ndjekur rregullat dhe duke luftuar kundër krimit, përballet papritur me një sfidë të paparashikuar. Detyra e tij është e qartë: ta arrestojë një nga kriminalët më të rrezikshëm të qytetit, një njeri i cili prej vitesh i ka shpëtuar drejtësisë. Por ajo që nuk mund ta parashikonte ishte takimi me vajzën e këtij kriminali. Një vajzë e pafajshme, e rritur në hijen e mëkateve të babait të saj, por që brenda saj mbart një dritë të veçantë që arrin të zbusë edhe shpirtin më të ashpër. Kur sytë e policit takohen me sytë e saj, gjithçka ndryshon. Ligji, nderi dhe betimi i tij si oficer përplase me zemrën, dëshira dhe ndjenjat që nuk mund t'i kontrolloj. A do të zgjedh ai të ndjek rrugën e drejtësisë dhe të arrestoj babain e saj? Apo do të ndjek zemrën, duke rrezikuar karrierën dhe jetën? Kjo është historia e një dashurie të pamundur, e një lidhje të ndaluar që lind mes dy botëve të kundërta, ligjit dhe krimit. Një histori ku çdo hap është i rrezikshëm, ku çdo zgjedhje ka pasoja, dhe ku dashuria është një mëkat, por edhe një shpëtim. Në një qytet ku drita e mëngjesit zbehej shpejt përballë hijes së krimit, policia jetonte gjithmonë në tension. Çdo ditë sillte një rrezik të ri, një aksion të ri, një përballje me botën e errët që kurrë nuk pushonte së vepruari. Mes këtyre burrave të ligjit ishte edhe Arditi, një oficer i ri, i palodhur, i drejtë dhe me një ndjenjë të fortë përgjegjësie. Ai ishte bërë policë jo për pushtet, as për lavdi, por sepse kishte besuar gjithmonë se e keqja duhet të ndalej, se dikush duhet të ngrinte zërin dhe të luftonte për drejtësinë. Prej muajsh, Arditi kishte vetëm një emër në dosjen e tij: Petriti, një burr i njohur si një nga kriminalët më të rrezikshëm të qytetit. Një njeri që kishte ngritur perandorinë e tij mbi dhimbjen e të tjerëve, trafik droge, kontraband, shantazh. Asnjëherë nuk ishte kapur me prova konkrete. Çdo herë që policia afrohej, provat zhdukeshin, dëshmitarët heshnin dhe gjurmët zhdukeshin sikur një dorë e padukshme i pastronte. Për Arditin, Petriti nuk ishte thjesht një objektiv pune, ai ishte një betejë personale. Një mbrëmje të ftohtë shkurti, ndërsa qyteti flinte, Arditi me kolegët e tij organizuan një operacion të fshehtë për të gjurmuar lëvizjet e Petritit. Në një rrugicë të ngushtë, pra një magazin të braktisur, ata kishin marrë informacion se Petriti do të takonte njerëzit e tij. Të gjithë ishin të gatshëm. Zemra e Arditit rrihte fort, por jo nga frika, nga adrenalina e detyrës. Ai e dinte se çdo gabim mund të kushtonte shumë, por ajo natë solli një kthes të papritur. Nga larg, para se të shfaqej Petriti, Arditi pa një figurë tjetër që nuk e kishte pritur. Ishte një vajzë e re, e veshur thjesht, me flokët që i binin mbi supe. Ajo mbante në dorë një qese të vogël dhe ecte me hap të shpejt drejt magazinës. Fytyra e saj nuk kishte asgjë të përbashkët me botën e krimit. Kishte diçka të pastër, të butë, të ndershme. Për një moment, Arditi harroi pse ndodhej aty. Kush është ajo? Pyeti me zë të ulët kolegun pranë. Nuk e di, por kam dëgjuar se Petriti ka një vajzë. Mund të jetë ajo. Fjalët e tij i ngrin gjakun në damar. Vajza e kriminalit. Në atë çast, bota e tij u trondit. Ai erdhi aty për të kapur një njeri të rrezikshëm, por papritur u gjend duke parë dikë që nuk i ngjante as pak. Vajza dukej sikur nuk i përkiste atij realiteti, sikur ishte një zog i futur me forcë në kafaz. Kur ajo kaloi pranë tyre, pa e ditur se kush ishin, Arditi ktheu kokën për ta parë më gjatë. Në sytë e saj kishte trishtim, një peshë të brendshme që nuk mund të fshihej. Dhe pa e kuptuar, në zemrën e policit filloi të ndizet një shkëndij që nuk duhet të ekzistonte. Kureshtja dhe më pas, një ndjenjë që ai nuk mund ta shpjegonte dot. Aty nisi gjithçka. Një dashuri e ndaluar, një dilemë mes ligjit dhe zemrës, një histori që do ta vënte Arditin përballë zgjedhjes më të vështirë të jetës së tij. Netët pa gjumë. Atë natë, kur u kthye në apartamentin e tij të vogël, Arditi nuk mundi të mbyllte sytë. Dhoma dukej sikur e shtrëngonte, muret afrohej mbi të, tavani i rëndonte mbi kokë. Për herë të parë pas shumë vitesh,
Ai nuk mendonte për kriminalin që duhej të kapte, për raportet e punës apo për planifikimin e aksioneve. Jo. Mendja e tij ishte mbushur me një fytyrë të vetme, fytyra e saj, Elira. Ai kujtonte sytë e saj si një det të trazuar, ku drita e pafajësisë përzihej me mjegullën e trishtimit. Kujtonte mënyrën se si ecte, me hapa të shpejt, sikur donte t'i shpëtonte diçkaje që e ndiqte nga pas. Në ato pak sekonda që e kishte parë, ajo kishte lënë një gjurmë më të fortë se gjithçka tjetër. Dhe kjo e tremte. Ai ishte betuar të mos lejonte që ndjenjat personale ta largonin nga detyra. Betimi i tij si polic ishte i qartë. Ligji para gjithçkaje. Por zemra nuk njeh rregulla, dhe këtë gjë po e kuptonte për herë të parë. Çfarë po më ndodh? Përshpëriti ai me vete, duke u ngritur nga krevati. Ai hapi dritaren. Nata e ftohtë e shkurtit i përplasi fytyrën me një erë të mprehtë. Poshtë, rruga ishte bosh, vetëm ndonjë qenë ndacak që kalonte. Dritat e qytetit shndrisnin si yje të lodhur. Ai e dinte se diku në atë qytet ishte Petriti, armiku i tij, objektivi i karrierës së tij. Dhe diku shumë afër, ishte ajo vajza që e bënte të dyshonte në vetveten. 2. Takimi i rastësishëm. Të nesërmen, pa e kuptuar pse, Arditi shkoi sërish në atë lagje ku e kishte parë Elirën. Nuk ishte pjesë e planit, nuk ishte urdhër, nuk ishte logjik. Ishte një shtys që vinte nga brenda, një zë i heshtur që e thëriste. Dhe fati nuk vonoi. Ajo ishte aty, e ulur në një stol të vjetër pra një sheshi të vogël, duke shpërndar ushqim për disa fëmijë të lagjes. Ishin fëmijë të varfër, të braktisur, që qeshnin vetëm kur ajo u jepte një copë bukë ose një çokoladë të thjeshtë. Ishte një skenë që i thyeu zemrën. Vajza e kriminalit më të madh të qytetit po kujdesej për ata që nuk kishin asgjë. Ai u afrua ngadalë, duke u përpjekur të mos dukej si polic në mision. Më fal, dje nuk patëm rast të njiheshim. Jam Arditi, tha me një buzëqeshje të ngrohtë. Ajo ngriti sytë. Në fillim kishte një lloj hezitimi, por më pas buzëqeshi lehtë. E di, tha. Emri yt nuk është i panjohur. Jam Elira. Në atë çast, emri i saj u ngulit në shpirt si një tatuazh i pashlyeshëm. Elira. Një emër që tingëllonte si liri, si dritë, si diçka që ai nuk mund ta kishte, por që dëshironte më shumë se gjithçka. Ata nisën të bisedonin, fillimisht për gjëra të thjeshta, për lagjen, për fëmijët, për jetën e përditshme. Elira foli për ëndrat e saj të pambaruara, për dëshirën për të ikur larg nga hija e babait, për të filluar një jetë ndryshe. Arditi e dëgjoi me vëmendje, duke ndjerë një dëmshuri që ia zbuti shpirtin, por një zë i brendshëm e paralajmëronte. Kujdes, ajo është vajza e njeriut që ti duhet të arrestosh. 3. Sekreti. Ditët që pasuan sollën më shumë takime të rastësishme, ose ndoshta jo aq rastësishme. Arditi gjithnjë më shpesh e gjente veten në të njëjtën rrugë, në të njëjtin shesh, pranë Elirës. Ata flisnin gjatë, ndanin mendime, buzëqeshnin, por ndërkohë, Arditi nuk guxonte t'i tregonte të vërtetën. Elira nuk e dinte se ai ishte polici që po ndiqte babain e saj. Për të, ai ishte thjesht një djalë i mirë, një shok i ri, një njeri që e dëgjonte pa gjykuar. Dhe kjo e bënte ta ndjente veten ndryshe, më të lirë. Një pasdite, ndërsa po shëtisnin në breg të detit, ajo i tha: "Njerëzit më shohin gjithmonë si vajza e Petritit. Askush nuk më sheh si Elira, sikur nuk ekzistoj si individ. Jam thjesht hija e tij, dhe kjo më mbyt." Arditi u ndal, e pa drejt në sy. "Ti je shumë më tepër se kaq. Nuk je hija e askujt. Je një person më vete, me ëndra, me zemër, dhe askush nuk mund ta marrë këtë prej teje." Ajo u prek nga fjalët e tij. Syt ju mbushën me lot, por nuk i la të binin. Ishte hera e parë që dikush i fliste ashtu, pa paragjykim, pa frikë. 4. Dilema. Por për Arditin, çdo ditë bëhej më e vështirë. Nga njëra anë, raportet në komisariat po ngushtoheshin. Shefi i tij, një burr i ashpër me flok gri, i tha një mbrëmje: "Ardit, kemi prova të reja. Shumë shpejt do të bëjmë bastisjen."
Ti je në krye. Mos bëj asnjë gabim. Zemra e tij u tkur. Bastisja do të ndodhte shumë shpejt. Ai do të përballej me Petritin. Por çfarë do të ndodhte me Elirën? Ajo do të ishte aty. Dhe kur të zbulonte se ai ishte polici që po e ndiqte të atin e saj, a do ta urrente? A do ta shihte si tradhtar? Netët u kthyen në ankth. Ai ecte i vetëm në rrugë, duke menduar. A duhet të zgjedh detyrën apo zemrën? 5. Momente të ndaluara. Një mbrëmje, ndërsa binte shi, ata u takuan rastësisht në një kafene të vogël. Qyteti duke i bosh, rrugët të lagura, dritat e neonit pasqyroheshin në asfalt. Ata zunë një tavolin pranë dritares. Biseduan gjatë, duke harruar orën. Në një moment, kur ajo qeshi me zë, duke mbuluar fytyrën me dorë, zemra e Arditit u shkund. Ai e kuptoi se ishte thellë në atë që nuk duhej të ishte. Kur u ngritën për të ikur, ajo rëshiti lehtë nga trotuari i lagur. Ai e kapi me shpejtësi nga krahu. Për një çast, trupat e tyre u prekën dhe syt u takuan. Heshtje. Frymëmarrje të shpejta. Bota rreth tyre u zhduk. Në atë moment, Arditi donte ta puthte, por u tërhoq. Ishte e rrezikshme. Ishte e gabuar. Më fal, tha ai me zë të ulët. Elira buzëqeshi, por në sytë e saj kishte një ndjenjë që fshihej. Ndoshta edhe ajo ndjente të njëjtën gjë. 6. Stuhi që afrohet. Ndërkohë, operacioni për arrestimin e Petritit po afrohej. Arditi ndjente se koha po i mbaronte. Çdo ditë pranë Elirës e bënte më të vështirë vendimin. Ai e dinte se kur të vinte momenti, gjithçka do të shkatërohej. Dashuria që po linte, sado e pastër të ishte ndërtuar mbi një themel të gënjeshtër. Një mbrëmje, Elira e pyeti: Ardit, kush je ti vërtet? Sepse unë ndiej se ti fsheh diçka. Ai u ngrir. Zemra i rahu fort. Ajo kishte të drejtë. Ai po e mashtronte me heshtjen e tij, por nuk ishte ende gati t'i thoshte. Dhe heshtja e tij do ta kthente dashurinë e tyre në një stuhi që do t'i përpinte të dy. Zjarri i brendshëm. Ditët kalonin me shpejtësi, por për Arditin ato ishin si një mallkim. Sa më shumë afrohej Bastisja, aq më shumë i thellohej ndjenja për Elirën. Ai e dinte se çdo hap që bënte drejt saj ishte një hap drejt shkatërimit të dyve. Por zemra nuk pyeste për logjik. Në netët e vetmisë, ai shpesh mendonte: po sikur ta lija gjithçka, po sikur të dorëzoja uniformën dhe të largohesha me te. Por e dinte që nuk ishte aq e thjesht. Ishte polic, kishte betuar jetën për drejtësinë. Dhe Petriti nuk ishte thjesht një kriminal i zakonshëm. Ishte plag për gjithë qytetin. Por kur mendonte për Elirën, për buzëqeshjen e saj të brisht, për mënyrën si kujdesej për të vegjlit, për zërin e saj të butë, gjithçka tjetër zbehej. 8. E vërteta që rëndon. Një pasdite, ndërsa po pinin kafe në një lokal të vogël, Elira e pyeti me një ton të qetë, por sy që dridheshin: Ardit, a do të më thuash ndonjëherë kush je vërtet? Kam ndjesinë që më fsheh diçka. Nuk je si djemtë e tjerë, je ndryshe. Arditi ndjeu sikur dikush i shtypi gjoksin. Ai donte t'i thoshte të vërtetën, të hapte zemrën, të rrëfente se ishte polici që ndiqte babain e saj. Por fjala ju ngjit në fyt dhe nuk doli dot. Ai thjesht tha: ndonjëherë, ka gjëra që nuk mund të thuhen menjëherë, por një ditë do t'i mësosh të gjitha. Elira uli kokën. Në buzëqeshjen e saj kishte një hije dyshimi, por ajo nuk shtyu më tej. 9. Shkëndija e ndaluar. Atë mbrëmje, pas një shëtitje të gjatë, Arditi e përcolli deri te porta e shtëpisë. Shiji më të binte, duke i lagur flokët. Ajo u kthye nga ai, duke e parë drejt në sy. Ishte një moment që dukej sikur e kishin pritur prej kohësh. Ai e ndjeu. Ajo gjithashtu. Heshtja mes tyre u mbush me frymëmarrje të ngrohta. Dhe pastaj, pa mundur ta ndalonte më veten, Arditi u përkul dhe e puthi lehtë. Ishte një puthje e dridhshme, e mbushur me frikë dhe dëshirë. Elira nuk u largua.
Përkundrazi, sytë e saj shkëlqyen me një dritë që ai nuk e kishte parë kur më parë. Nuk e di kush je vërtet, Ardit, por di që nuk dua të humbas. Përshpëriti ajo. Këto fjalë e dogjën shpirtin e tij. Ai e kuptoi që ishte thellë në një dashuri të ndaluar. 10. Përgatitja e operacionit. 2 ditë më vonë, komisariati u mbush me tension. Ishte mbledhur ekipi special. Shefi i tyre foli me një ton të prerë. Petriti është goditja jonë më e madhe. Kemi informacion të saktë se sonte do të zhvillohet një takim i madh i tij me partnerët. Është momenti. Bastisja do të ndodh pas mesnate. Ardit, ti do të jesh në teren, në krye. Arditi pak. Syt ju ersuan për një qast. Ai e dinte çfarë do të thoshte kjo. Do të thoshte që brenda orëve, jeta e Lirës do të ndryshonte përgjithmonë. Ajo do të mësonte se ai nuk ishte thjesht një djalë që i shfaqej rastësisht, por njeriu që do t'i rrëzonte botën. 11. Një natë e fundit. Para se të shkonte në operacion, Arditi mori një vendim të çmendur. Ta shihte edhe një herë Lirën. Të kalonte një orë me të, sikur të ishte ora e fundit. E takoi pranë shëtitores së detit. Era frynte fort, dallgët përplaseshin me bregun. Lira ishte aty, e mbështjell me një shall të bardhë. Kur e pa, buzëqesh i lehtë. Nuk e di pse, por e ndjej se sonte është e veçantë, tha ajo. Arditi e shikoi gjatë, sikur donte t'ia fuste fytyrën në kujtesë për gjithmonë. Pastaj i tha: Lira, dua të dish një gjë ndonjëherë. Jeta na vendos përpara zgjedhjes që nuk i duam. Dhe kur të vijë ajo ditë, dua që të mos më urresh. Ajo e pa e hutuar, por nuk e pyeti më tej. Thjesht ja kapi dorën fort. Ata ecën gjatë asaj nate, pa folur shumë, vetëm me zemra që flisnin. 12. Bastisja. Pas mesnate, ekipi i policisë u shpërnda rreth magazinës ku do të ndodhte takimi i madh i Petritit. Ishte momenti i së vërtetës. Arditi ndjente zemrën gati të shpërthente. Në vesh kishte kufjet ku shefi jepte urdhra. Dritat u fikën. Dyert u thyen. Një zhurmë e madhe shpërtheu. Thirrje të shtëna, britma. Petriti u kapi gjallë, i shtyr në tokë, me prangat që i shtrëngonin duart. Por ajo që e goditi Arditin më fort ishte pamja e Lirës, e cila u shfaq në prag të magazinës, e tronditur, me syt plot lot. Kur pa uniformën e tij, ajo e kuptoi. Ti e polici, përshpëriti, e zverdhur në fytyrë. Arditi u afrua, duke dashur t'i fliste, por ajo bëri një hap pas. Lotët i rodhen në faqe. Më gënjeve, gjithkohën më gënjeve. Në atë çast, zemra e tij u thye. Ai e dinte se nuk kishte më kthim pas. Ai e kishte zgjedhur detyrën, por kishte humbur dashurinë. 13. Heshtja pas tuhis. Kur gjithçka mbaroi, kur Petriti u fut në makinë të blinduar, kur policët u shpërndan, Arditi mbeti vetëm në errësirë. Zhurma kishte pushuar, por brenda tij shpërthente një stuhi. Ai e dinte që Lira nuk do ta falte kurrë. Ndoshta ajo kurrë nuk do ta shihte më. Por ai gjithashtu e dinte që zemra e tij i përkiste asaj, edhe nëse ajo tashmë e urrente. Në detin e errët përballë tij, ai pa reflektimin e vet dhe kuptoi se jeta e tij nuk do të ishte më e njëjtë. Kishte zgjedhur ligjin, por zemra e tij ishte burgosur nga një dashuri e ndaluar. Heshtja e rëndë. Pas arrestimit të Petritit, qyteti u trondit. Lajmet shpërthyen në media, gazetat shkruanin tituj të mëdhenj. Kapet më në fund boshi i krimit. Për policinë ishte një fitore e madhe, por për Arditin ishte një plagë e hapur. Lira nuk pranoi të fliste më me të. 2 ditë pas bastisjes, ai shkoi në shtëpinë e saj. Portën ja hapi një grua e moshuar, që dukej si halla ose shërbëtorja e familjes. Lira nuk do të shoh. Largoju, i tha prerë dhe ja mbylli derën. Arditi qëndroi para portës për minuta të tëra, duke dëgjuar heshtjen që rrethonte. Zemra i rrihte fort. Ai donte t'i thoshte që nuk e kishte mashtruar me ndjenja, që gjithçka mes tyre kishte qenë e vërtetë, por ajo nuk i jepte mundësi. Në netët që pasuan, ai nuk flinte.
Mendonte gjithmonë për të. Si ta fitoj sërish besimin e saj? A ka më shpresë? E vërteta e Elirës. Ndërkohë, Elira jetonte një dhimbje të dyfisht. Nga njëra anë, babai i saj, pavarësisht të metave, ishte gjithsesi babai që ajo kishte njohur. Tani ai ishte pas hekurave dhe ajo e ndjente veten e shkatëruar. Nga ana tjetër, Arditi, njeriu që i kishte ndezur zemrën, ishte polici që e kishte dërguar baban në burg. Ishte si një tradhti që nuk mund ta duronte. Por ditët kaluan, dhe dhimbja filloi të zbutet nga një pyetje që nuk e linte rehat. Po sikur Arditi të ketë pasur të drejtë, po sikur babai im vërtet të ketë qenë i rrezikshëm. Një natë, ajo u fut në dhomën e babait, ku ai mbante disa kaseta e letra të vjetra. Duke kërkuar, gjeti dokumente të fshehta, dëshmi të krimeve të tij, prova të padiskutueshme. Zemra ju coptua. Ishte e vërtet. Babai i saj kishte ndërtuar gjithë jetën mbi krimin. Lotët i rodhen pa pushim. Atë natë, ajo e kuptoi se Arditi nuk kishte qenë armik, kishte qenë i vetmi njeri që i tregonte të vërtetën. Përballja. Elira vendosi ta takonte. Pas ditësh refuzimi, ajo i dërgoi një mesazh të shkurtër. Të pres nesër, në shëtitoren e detit. Arditi u shfaq aty i emocionuar, me sy të lodhur nga netët pa gjumë. Ajo ishte ulur në një stol, duke parë dallgët. Kur e pa, nuk foli me njëherë. Heshtën të dy për disa minuta, vetëm era që frynte mes tyre. Pse nuk më the që ishe polic? Pyeti ajo më në fund, me zë të dridhur. Sepse kisha frikë të humbisja, tha ai, duke e parë drejt në sy. Dhe kisha frikë se do të më shihje si armik. Por çdo gjë që ndjeva për ty, çdo fjalë, çdo moment ishte e vërtet. Ajo uli kokën. Të ureva ditën kur pash babain tim me pranga. Por pastaj kuptova se ndoshta ti kishe të drejtë. Ai nuk ishte njeriu që unë besoja. Ti më dhe dhimbje, Ardit, por edhe më shpëtove. Lotët i mbushën syt. Arditi ju afrua, i kapi dorën. Unë nuk dua të jem polici që të mori baban. Dua të jem njeriu që të do, Elira. Nëse më lejon. Ajo ngriti syt e mbushur me lot. Për herë të parë pas ditësh, buzëqeshi lehtë. Koha kaloi. Procesi gjyqësor ndaj Petritit zgjati muaj, por provat ishin të pamohueshme. Ai u dënua përfundimisht dhe u dërgua në burg. Për qytetin ishte drejtësi. Për Elirën, ishte fundi i një kapitulli të errët. Ajo nuk e pati të lehtë ta falte Arditin me njëherë. Kishin shumë net me lot, shumë biseda të gjata, shumë dyshime. Por dalë nga dalë, ajo e kuptoi se dashuria që ndjente ishte më fortë se urrejtja. Një mbrëmje pranverë, ndërsa shëtisnin sërish në breg të detit, ajo i tha: "E di, jeta na vendosi kundër njëri tjetrit, por ndoshta kjo ishte mënyra për të provuar nëse dashuria jon është e vërtetë. Dhe tani e di, është." Arditi e mbajti fort në krahët e tij. Detyra dhe dashuria më në fund u bashkuan, jo më si armiq, por si dy rrugë që gjetën pikën e përbashkët. Ai e dinte se ardhmja nuk do të ishte e lehtë. Njerëzit do të flisnin, do të gjykonin, por për të, asgjë nuk kishte rëndësi. Kishte Elirën, dhe kjo mjaftonte. Në horizont, dielli po perëndonte ngadalë, duke i veshur me një dritë të artë. Për ta, ishte një fillim i ri.